Babai, duke qenë se ishte marrë në atë kohë me pjesën e produkteve të futaperimeve të me cilësinë e tyre, mendoj që të binde një linjë në atë kohë dhe të vinte në fermerëve të zonës për ta përpunuar rrugëlirjen e tyre dhe për të qenë më efikas në prodhimin që ne bënim. Kuptohet që vitet e para ishin shumë të vështira. Megjithatë, këmbgulja dhe vizioni i babait ka qenë gjithmonë i fokusuar te cilësia. Normalisht ai nuk është se kishte në një informacion apo ndonjë eksperiencë më pashme lidhur me cilësinë e vajit. Dhe vit pas viti ai filloi të mësonte, filloi të edukonte edhe fermerët, sepse edhe ata kishin mangësi të shumta në lidhje me proceset e vjeljes së ullirit. Filluan bashkëpunimet me projekte tuaja që erdhën mbas viteve 2000 në Shqipëri, një që mund përmendesh FAO, por edhe bashkëpunime të tjera me Universitetin Bujqësor të Tiranës, me Qendrën e Transferimit të Teknologjive që vazhdojmë bashkëpunojmë dhe sot tek kësaj dite. Nga ta i filloi të merrte informacionet e para se si mund të prodhonte një vaj më cilësor, duke qenë se fokusi i tij ishte gjithmonë cilësia. Në kalimin e viteve për të arritur te cilësia patjetër që duhej standarde të zhvillimit. Unë mbaj mund të paktën fillimet e njohjes time me babain edhe më fliste për vështirësinë e madhe të daljes jashtë. Tani si e keni balancën? Tani jemi duke eksportuar më shumë se gjysmën e prodhimit, dhe kjo është një arritje për ne si kompani. Ku e çoni? Pjesën më të madhe në Amerikë, por edhe në Europë, sepse vaji fatmirësisht nuk ka këto barriera siç e kanë produktet shtazore. Eksportojmë në Zvicër një sasi, në Çeki një sasi, kemi eksportuar deri në Hong Kong, por fokus jo. akoma unë para 10 ditësh isha në Dubai, isha në një panair global të prodhimeve ushqimore, ku pati goxha interes dhe pati goxha vlerësime për cilësinë e vajit që ne çonim aty. Por paralelisht ishte edhe një konkurs që merri pjesë prodhuesët më të mirë nga gjithë bota dhe vaji unë vlerësohen medalje ari. Po, unë i kam dhe këtu mund të dëshmoj, i kam thënë me vete. Dhe kjo ishte një arritje tjetër për ne, sepse sot që flasim ne kemi realisht mbi 20 medalje ari dhe kur e thua duket pak e pabesueshme. Por vit pas vitit fokusi jon ka qenë gjithmonë cilësia dhe kemi një fat të madh që jemi të pozicionuar në atë zonë të Vlorës, ku ullishtet kalinjot, të vajtetit kalinjot dhe vjetërsia e tyre, së bashku kuptohet edhe me pozicionin dhe me klimën, bëjnë një ndërthurje komponentësh që na e lehtëson goxha punën për të arritur një cilësi maksimale.